Ëmbëlsirë shpejtë dhe e shijshme me përbërës që të gjithë mund t'i kemi në shtëpi. Do të na duhen 3 vezë, të cilat janë në temperaturë ambienti, 200 gram sheqer. Do t'i rrahim mirë me mikser vezët bashkë me sheqerin derisa masa të dyfishohet dhe sheqeri të jetë tretur plotësisht. Pasi masa është dyfishuar, do t'i hedhim 60 ml vaj dhe 60 ml qumësh. Unë në këtë rast kam përdorur qumësh të pasterizuar me 2.5% yndyrë nga lufra. Do vazhdojmë ta përzijim përsëri. Më pas do t'i hedhim mielin, të cilën më parë do ta setim. Qësej do të na duhet 250 deri në 300 gram miell. Do të hedhim 7 gram vanilje për t'i dhënë një aromë shumë të mirë dhe 10 gram pluhur pjekës. Nëse nuk keni pluhur pjekës, mund t'i hidhni një lugë çaji sot buke. Mielin nuk do ta hedhim të gjithë njëherësh, por pak nga pak, duke e përzierë vazhdimisht në mënyrë të ngadaltë. Duhet sigurohemi që mielli të mos na ngelet me kokriza. Tashmë masën e kemi gati, do ta hedhim në tavë. Tavën më parë do ta lyejmë me vaj. Do ta hedhim një pjesë të masës. Dhe do të lejmë pak nga pjesa tjetër, sepse do t'i hedhim një lugë kakao. I hedhim kakaon, do ta përzijim. Dhe do t'ja hedhim sipër. Mund t'ja hedhni si të dëshironi, unë ja kam hedhur në mënyrë të çrregullt. Do t'i japim pak forma me piru sipas dëshirës. Sipër do t'i hedhim copëza çokolate dhe më pas do ta vendosim në furrë të parangrohur me 180 gradë për 25 deri në 30 minuta. Pas 30 minutash është shpjekur, do ta lejmë të ftohet pak dhe më pas do ta presim. Tashmë e kemi gati për ta shërbyer. Është një recetë që përgatitet fare thjesht, nuk ka nevojë për shumë përbërës dhe del shumë e shijshme. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.